Gjatë një konference për mediat së bashku me drejtuesit e administratave tatimore dhe doganore, Ministri i Financave Petrit Malaj foli për punën që po bëhet për të frenuar shtrëngtimin e karburanteve në vend. Ai sqaroi edhe momentin se kur do të ulet akciza me 20%. Mekanizmi do të jetë i tillë në momentin që bordi i transparencës do të mblidhet dhe do të përcaktojë që çmimi i tregtimit me pakicë do të jetë 221 lek, automatikisht në atë moment merret vendimi që çmimi i shitjes me pakicë do të jetë 221 lek minus reduktimin e akcizës 20% që përkon me prapërsisht 8 lek, pra do të jetë 213 lek. Kjo do të bëhet në baza ditore, do të monitorohet në baza ditore. Në ato momente kur çmimi kalon mbi 220 lek, do të kemi një reduktim të çmimit me pakicë me 8 lek. Në ato momente kur çmimi do të jetë nën 220 lek, do të jetë çmimi që ka përcaktuar bordi. Ndërkohë administrata doganore po vijon me kontrollet për të shmangur kontrabandën në këtë sektor. E pyetur nga televizioni Skan, kreu i kësaj administrate Besmir Beja njoftoi masat që po ndërmerren. Dogana shqiptare rolin që shef në drejtim të shitjes me pakicë është nëse karburanti i gjetur në ato depozita është apo jo i justifikuar me libra kontabil. Dhe në këtë rast, qofse nuk është justifikuar, sigurisht që është naft kontraband, kur është justifikuar, roli i administratës doganore nuk ka më rol dhe janë administrata tatimore cila vlerëson pastaj zbatimin e legjislacionit tatimor. Në fazën ku jemi, siç e thash, në 43 subjekte kanë mungesë certifikate kalibrimi, që do të thotë janë në pamundësi për treguar nëse gjendja e lëngut e mallit që kanë në depozitat e tyre është apo jo e justifikuar me certifikata me dokumenta tatimor.